Një 30 vjeçar nga Kuksi është arrestuar nga policia ndërsa nisi procedimi në gjendje lirë për një 26 vjeçar banues në Prizren, pasi gjatë kontrollit në automjetin me të cilin qarkullonin, shërbimit të policisë gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale, bashkë me automjetin dhe 3 celular, ndërsa specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 27 vjeçar banues në fshatin Golem, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ndërkohë referuan materialin në prokurori ku nisi procedimi penal për një 17 vjeçar pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Shërbimit e drejtorisë vendore të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialin në prokurori ku nisi procedimi në gjendje lirë për një 31 vjeçar nga Maroku dhe për një shtetës algjerian 25 vjeçar për veprën penale kalimi pa liçë mbi kufirit shtetëror. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialin në prokurori ku nisi procedimi në gjendje lirë edhe për një 44 vjeçar banues të fshatin Buriçimall pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Një 22 vjeçar banues në Vaunedesh është proceduar penalisht pasi ka kanosur një 13 vjeçar për motive të dobta. Edhe një 20 vjeçar dhe një 19 vjeçar, të dy banues në Shkodër, u proceduan penalisht pasi gjatë kontrollit fizik shërbimit e forcës së posaçme Shqipoja ju gjetën një mjet prerës thik dhe një dorez hekuri, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme.